Situata alarmante e valët të nxehtit në Ballkan, rrezik për zjarre në këtë vend. Autoritetet në vendet e Ballkanit janë në gatishmëri për një val të nxehti që pritet në rajon vetëm disa ditë pasi zjarret shpërthyen në bregdetin e Kroacisë ku shpall një alarm i kuq. Shërbimet meteorologjike paralajmërojnë për një rrezik në rritje të zjarreve me temperatura që mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa zona. Në Kroaci, ku mijëra hektar tokë u bën shkrumbehi gjatë fundjavës në bregdetin pranë Splitit, shefi i zjarrfiksëve Slavko Tukakovic u bëri thirrje banorëve të jenë veçanërisht kujdesshëm dhe të sillen me përgjegjësi. Le të mos i lejojmë zjarret të bëhen rutina jone e përditshme, tha shefi i zjarrfiksëve. Rajone të tilla si kryeqyteti Zagreb, Dalmacia, janë alarm të lartë për këtë val të parë të nxehtësisë së verës. Në Shqipëri, zjarrfikësit vu në kontroll më shumë se 12 fronte zjarri, por kanë frikë se nxehtësia dhe thatësira do të nxisin zjarre të reja. Serbia është gjithashtu në gatishmëri, ku temperaturat mund të arrijnë 39 gradë Celsius. Në Beograd, temperatura priten të larta edhe në Athinë.